Edhe me probleme të tjera konkrete që ndikojnë drejt për drejt në punën tonë të përditshme. Ka mungesë sallash gjyqësore, ka mungesë zyrash dhe ambientesh të përshtatshme pune, ndërsa stafi administrativ shpesh nuk është i mjaftueshëm për të përballuar volumin e përditshëm punës. Në shumë raste mungon edhe siguria e nevojshme në ambientet e gjykatave, gjë që krijon shqetësim jo vetëm për gjyqtarët dhe administratën, por edhe qytetarët që hyjnë çdo ditë në këto institucione. Megjithatë, pavarësisht këtyre vështirësive, sistemi gjyqësor ka vazhduar të funksionojë. Gjyqtarët dhe administrata gjyqësore ka punuar me përgjegjësi dhe sakrificë për të përballuar një ngarkesë të jashtëzakonshme dhe për të garantuar vazhdimsinë e drejtësisë. Që mund të aspirojë dhe mund të jenë pjesë e takimin të drejtësisë. Që mund të aspirojë dhe mund të jenë pjesë e takimin të drejtësisë. Do japim fjalë të shëndetëse për ky panel që ndodhet në Elishës, duke respektuar vetëm pjesëtarët e medias në një moment të fundit në Ju faleminderit, unë dëshiroj që në vijim të jap fjalën zotit Julian Zonja. Ju faleminderit, unë një bashkëpunim dhe një frymë të re që për mua është impresionante. Dhe